Në gjykatën e posaçme vijoi seanca gjyqësore për dosjen Plumbi Art, ku ka dëshmuar ish fejuara e kushëririt Arben Çetës, i ekzekutuar në Elbasan në maj të 2014. Për atentatin janë të akuzuar Talo Çela dhe Nuredin Dumani, ndërsa dëshmitarja ka qenë e pranishme në vendin ku ndodhi ngjarja. Gjatë dëshmisë ajo tregoi se në mbrëmjen e atentatit po darkonte me ish të fejuarin e saj për shkak të ditëlindjes dhe se në moment të fundit ishte bashkuar edhe Arben Çeta, i cili jetonte pranë saj. Sipas saj, darka ishte zgjatur deri rreth orës 23 dhe pas largimit nga restoranti, makinat e tyre ishin të parkuara pranë njëra tjetrës, ndërsa Çeta po largohej i vetëm. Dëshmitarja deklaroi se në momentin e largimit u qellua në drejtim të Arben Çetës dhe se ai u përpoq të futej në lokal për t'u strehuar. Ajo pohoi se personat armatosur vijuan të qellonin edhe pasi Çeta kishte hyrë brenda, ndërsa ajo vetë dhe ish i fejuari morën një goditje të lehtë në këmbë. Sipas saj, xhamat e lokalit u thyen nga të shtënat dhe ngjarja krijoi panik të madh. Ajo tha se kishte parë vetëm një person me maskë që gjuante nga një distancë rreth 2 metrash dhe se menjëherë ishte futur në makinë për t'u larguar pa mundur të shihte drejtimin ku shkoi autori. Po sipas dëshmitares, Çeta ishte futur te banaku i lokalit për t'u mbrojtur, ndërsa ajo ishte dërguar në spital për të marrë ndihmën mjekësore dhe kishte njoftuar familjen. Dëshmitarja deklaroi gjithashtu se kishte dieni që Arben Çeta kishte qenë në burg për një vrasje dhe se kohët e fundit kishte dalë nga qelia, por gjatë darkës ai nuk kishte shfaqur asnjë shqetësim.